Sahih al-Bukhari. Të nderuar vëllezër, mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit të Sahih Bukhariut. Allahu e pasmëshiruar, rreth Kitabul Iman, kreu i imanit, besimit, dhe jemi në hadithën e 12 ku Imam Bukhariu e titullon Bab it'amu t'am min al-iman, të ushqesh të tjerët është prej imanit apo prej islamit. Të ushqesh të tjerët është prej imanit, është prej islamit. Dhe cek hadithin e Abdullah bin Amr radiallahu anhu, anë rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, se një njeri e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ejul islami khair, cili islam është më i miri, respektivisht cila është vepra më e mirë në islam. Se thuhet se islam është më i mirë, islam është një, por për qëllim është cila është vepra më e mirë në islam. Ejul islami khair. E pejgamberi tha, tut'imu ta'am, të ushqesh të tjerët, wa taqra'u salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. E të përshëndesësh me selam atë që nje dhe atë që nuk e nje. Të ushqesh të tjerët, me dhanë me humër buk njerëzve, dhe të shpërndosh selamin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju përgjigj këtij personi, këtij pyetësi, sipas natyrës së pyetjes. E që pyetësi pyeti për veprat më të mira të islamit në raport me njerëzit. Dhe kjo shumë e rëndësi në raport me njerëzit. Në raport me Zotin, pedimi. Me falë namazë, me dhënë zeqate, me agjëru Ramazanin, haxhin e të tjera. Po në raport me njerëzit, e pejgamberi pe i përgjigjet. Tut'imu ta'am. Apo dërme ditë se është vepra më e mirë në raport me njerëzit, vepra më e mirë e islamit, me dhanë të tjerëve me hangër. La ilaha illallah. Me dhanë me hangër njerëzve. A shef sa ngritë islami shumë dhënjen të tjerëve, dhënjen ushqim të tjerëve, shpërndarjen ushqim. Dhe kjo përfshin krejt që ka të bëj rreth ushqimit që u jep të tjerëve. Qoftë gosti mysafir të vinë të shtëpia, qoftë në formë të sadakas, qoftë u jep me veti, qoftë u shpërndan në rrugë, qoftë jep formë dharatave. Në çfarë do forme qoftë, që ushqen njerëzit, hyn këtë pjesë të hadithit. Tut'imu ta'am, me dhanë me hangër e me pi njerëzve. Me dhanë me hangër e me pi njerëzve. Për veprave të mëdha që i dënë Zoti. Për cilësive të mëdha të burrave të mëdhej, të njerëzve të mëdhej. Dhe, subhanallah, edhe tek ne, shqiptarët, po edhe tek popujt e tjerë, për shembull arabët dhe të tjerët, gjithmonë është vlerësuar lart ai cili ka dhënë me hangër e me pi të tjerëve. Gjithmonë është vlerësuar lart. E që nën kupton, gjithmonë ka qenë vërtet i lartë, cilësi e lartë. Dhe janë përmendur me atë cilësi njerëzit, edhe pas vdekjes së tyre, gratë dhe burrat. Tani, nëse është kështu tek njerëzit, po edhe kështu tek Zoti, e pse vallë ne mos të pajisemi me këtë cilësi? Në veçanti kur kena mundësi, bre? Kena mundësi. Këtë s'mund ta bëj njeriu kur është fukara, ka më vështirë. Zemra e kushton. Por me dhanë dikuj me hangër, e me pi do të më lanë fëmijë nunt. Në vetë nunt. E këtë se në bën gjithkush. Por, kur ki mjaft
sa të dush ki, dhe prap e shtrëngën dorën, prap në të fjallorin të një të ahmaqarë, nuk jep tjerëve me hangër, nuk thirë mësafir, nuk jep buk, nuk shpërndan, nuk jep dhurata, këtë për ushqim e fjalla. Çka do me thonë kja? Çka i bije kja? Pra pejgamberi Zotit, alayhi salatu wassalam, po donë që njerëzit me ngrit të Zoti. E s'ka mundësi me ngrit të Zoti pa ngritet e njerëzit, pa qeni mirë i dëbishëm për njerëz, pa ta pa hajri njerëzit. Jep me hangër njerëzve. Jep me hangër njerëzve. Jep me hangër njerëzve. Cilësia e dytë, që të cekë pejgamberi vazhdojmë sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'u s-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Të japësh selam, të përshëndetësh, me përshëndet njerëzit, ata që nje edhe ata që nuk e nje. Mos e ndaj, këtu ka për qëllim, e para me shpërnda selamin sa më shumë. E dyta, mos e ngrit ata që i dën, e me injoru ata që nuk i dën, ata që i njef e i dën, e me injoru ata që nuk i njef e nuk i dën. Mos e dalla njerëzit. Spaku me selam, me përshëndetje. Këtë që e dënë, e ki qef me pa, jep selame, vetë ma gate, qyshia, je mire, ka për qafe, më ngrëke, hajte, thu ta pim një kafe, një qaje, sepse ta dë zemra. Tjetërin, kalim ta rasti, nuk e njef, apo njef për s'ki muhabet me të, jepi selam njerit, përshëndetje njerin, përshëndetja, e afrën njerëz mes vete, largën barriera mes njerëzve, kryen ura lidhëse mes njerëzve. Për ata ka në transmitim të Ibn Majës, e që Albani, Allah pas mëshiruar, e saktësen e bën hadith sahih, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Umeri ka thonë, afshu selam, shpërndajeni selamin, o at'imu ta'am, edhe jepni njerëzve me ngran me hangër, o kunu ikhwanen kema amarakumullah, dhe bëhëni vëllëzër. Qysh ka ardhur Zoti? La ilaha illallah. Shpërndajeni selamin o ju njerëz. Shpërndajeni ushqim njerëzve. Bëhëni vëllëzër mes vete o ju njerëz. Bëhëni vëllëzër. E që nën kupton trajtoni tjerë si vëllëzërit e ju që au ka buen nana dhe baba. Me dashuri, e me respekt, dhe me dëshirë për mja uquë, mja përquë shdo të mirë atyne, me pas ata shdo të mira që i kitin pas e të tjerë, me rregullu raportet me njerëz, me kujdes për ta, mja përcil, mi pajis ata me vlerat e me të mira që i ki edhe te. Vlazën tu janë njerëzit. Vlazën tu, e Allahën ma dhuruar në Koran ka thonë, innama al-mu'minuna ikhwa. Me të vërtet, pa dyshim, besimtarët janë vëllëzër. Besimtarët janë vëllëzër. Allahu na ka bashku, Allahu na ka vllazëru, Allahu na ka quajtur vllazni. Sepse na bashkan dini, imani, besimin e një Zot, në një pejgamber, në një Koran, në ditën e gjykimit, kada dhe në kader. Na bashkan fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemi një kibel, e kemi një namaz, e kemi një din, e kemi një qitap, andaj jemi vëllëzër. Dhe kër jemi vëllëzër, do të trajtojmë njëri tjetërin, tamam pëse që trajtojmë vëllah, kujdhimet, e dan, kujdeset për te, mundohet me ngrit atë, ma di ma shumë se vetë vetën e vetë, e ruan atë, e mbron atë, i gjindet atina, jep krahun atina, edhe kështu me radhë,
mesele madhe është të thuash dikuj vëllezër, dikuj vëlla, e ne jemi vëllezër të gjithë dhe motra të gjithë. Sigurisht se Imam Buhariu flet edhe më vonë për mësafirin, për selamin, për këtu një nga një, për të cilësi, por këtu i ka cekur, Allahu e pasmëshiruar, për të treguar se ameli veprash për imanit, dhe se imani ngritet dhe dobësohet, dhe se njeriu i cili pajiset me këto virtyte e ka imanin më të ngritur, respektivisht i kompletohet imani, ngritet imani, forcohet në iman, dhe në të kundërtën ai i cili nuk i ka këto vepra apo ndonjërin prej tyre i dobësohet imani i tina. Allahu na ruajt. Zoti din më së miri dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.